Nuk është e rastit kjo përshtypje që krijon vizitori posa shkel në Vlorë. Historia e ngjarjet e saj këtu duket sikur mbin nga çdo pjesë e këtij trulli të lashtë. Lapidare, monumente, përjetësimi i heroizmit të madh popullor në shekuj. Vetë ngjarjet naftojnë të nisim me historinë. Ndonse po e filloj me ta, ajo s'do të marrë fund këtu. Ngjarjet e saj që prekin me madhështi gjithë etapat e jetës njerëzore të këtij populli, do të vinë her pas here në të gjithë shtrirjen e këtij dokumentari. Ato do të jenë një lejtmotiv i përhershëm. Zbresim në qendrën historike të kryeqytetit të parë të Shqipërisë së pavarur, të mirënjohur si Sheshi i Flamurit. Portreti i ri i Sheshit skicon dhe e jep me një theks të fuqishëm epik atë ngjarje të madhe historike. Gjelbrimi e pishat e larta i qëndrojnë si një dekor monumentit përjetësues të vitit 1912. Ndalëm në ngjarjen që përjetëson monumentin. Ajo ditë quhet 28 nëntor 1912. Për herë të parë, pas 5 shekuj të robërisë otomane, Shqipëria shpallet shtet më vete, i lirë dhe i pavarur. Ngjarja që ndodhi është nga ato që për vlerat dhe për masat sjell kthesë epokale në histori. Ajo ditë e ky vit hyn përjetësisht në historinë e popullit shqiptar si dita e Flamurit. Mbetën festa kombëtare, janë përkujtuar e do të përkujtohen për vit. Ja, të edhim një vështrim në faqet e historisë. 28 nëntorit brezat i janë drejtuar e përsëri do t'i drejtohen si një ngjarje e madhe. Qysh gjatë luftës antifashiste nacional shlirimtare, 28 nëntori frymëzues u kthye në ditë demonstratash të fuqishme antifashiste. Ja, të shohim këto pamje të njohura. I përkasim 28 nëntorit të vitit 1944. Populli festonte këtë ngjarje historike dhe gëzonte në të njëjtën kohë, brohoriste për hyrjen në Tiranë të qeverisë demokratike të Shqipërisë me shokun Enver Hoxha në krye. Nga tribuna e festës, shoku Enveri drejtohej me një fjalim të rëndësishëm popullit të kryeqytetit dhe të gjithë Shqipërisë. Në këtë shesh, para kësaj tribune u zhvillua parada e parë ushtarake e ushtrisë nacional shlirimtare, e shoqëruar nga një manifestim i fuqishëm popullor. Në ditët e lira dhe të gëzuara, udhëheqësi i paharuar i partisë dhe i popullit shoku Enver Hoxha do të vinte në Vlorën heroike, do të takohej me patriot, shok, miq e njerëz të thjeshtë. Veçanërisht, ai do të vinte të merrte pjesë në gëzimet e ngjarjeve historike. Monumenti i pavarësisë u ngrit madhështor atë nëntor të vitit 1972, kur Shqipëria festonte 60 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Në mes të entuziazmit e gëzimit, shoku Enver Hoxha përuroi monumentin. Një sinteze asaj çka u shkrua me gërma të arta, e kaluara e lavdishme, e pika e fuqishme e përpjekjeve dhe luftrave që ka bërë populli shqiptar për liri e pavarësi dhe ardhmja e sigurt, janë motivet që mbart kjo vepër. Vepra skulpturore 17 metra e lartë, e ngritur me një platformë të gjerë, përbëhet në bazë nga një grup figurash. Janë luftëtarët e lirisë përfaqësues nga të gjithë krahinat e Shqipërisë. Në llojin e vet, ky monument përfaqëson një nga krimet më të fuqishme të skulpturës monumentale të realizmit socialist në Shqipëri. Mbi shtyllën shkëmbore në formë të çrregullt, aty në maj, lartësohet figura e vrullshme e flamurtarit. Ja në krye të grupit skulpturor, në një vendosmëri të prerë për aktin e lartë që po kryente, jepet ideatori i saj, heroi i popullit Ismail Qemali. Si biri i Vlorës, këtu në vendlinjen e vet, ai kryesoi mbledhjen e kuvendit kombëtar që shpalli pavarësinë e Shqipërisë.
Luftrat e pareshtura me pushke pen e mbajtën në këmbë popullin shqiptar. Arti popullor u bën jehon të gjitha aspekteve të jetës. Ja një këngë që na kujton luftrat dhe përpjekjet e pareshtura të popullit për liri e pavarësi. Janinës Qipa në syt. Këndon grupi folklorik I Lapardas të rrethit të Vlorës. Kënga është një nga krijimet e shumta historike që I kushtohet luftës e përpjekjeve të pareshtura të popullit kundër pushtimit osman. Si krijim, arti vjen I fuqishëm me vlera të spikatur artistike. Monumentet socializmi I akushtoi historisë, por edhe epokës së vet, për të përjetësuar punën dhe luftën e popullit, djersën e tij në jetën ndërtimtare të socializmit. Le të nisim të udhëtojmë në mjedisin gjeografik të këtij vendi bregdetar për të mbritur në atë çka ne quajmë monumentale. Rreth I Vlorës shtrihet në krahinën malore jugore në pjesën jug-perëndimore të vendit. Përfshin Myzeqen e Vlorës, luginat e Shushicës dhe të Dukatit, kodrat e Selenicës, pjesën perëndimore të malësisë së Kurveleshit dhe pjesën më të madhe të maleve bregdetare. Sipërfaqja 1609 km2 dhe zëvendjen e tretë në Republikë, me popullsi 164.700 banor, zëvendin e 7. Pjesa natyrore më interesante rreth të Vlorës është bregu I detit. Përfaqëson një krahinë gjeografike e etnografike të mirënjohur me emrin Riviera Shqiptare. Syri përshkon e kap një tablo të vetme, krijimi I natyrës dhe I dorës së njeriut. Kjo përshtypje sjell, si të thuash, atë shfaqjen e parë, më të veçantën që përshkon gjithë bregun e Jonit. Malet e bregut, të njohura për ashpërsinë e tyre, rrethohen nga një spirale, një vallëzim I pafund brezarësh. Çdo pjesës e rivierës, kodrat, rëpirat, ledhet e faqet shkëmbore jeshilojnë në dëndësinë e thellë të ullinjve dhe agrumeve e krijojnë atë peizazh që me të drejtë ne quajmë vepër monumentale të socializmit. Çdo krijim ka historikun e vet. Deri në vitin 1966, bregu I detit kishte tjetër panoramë. Detin, reliefin e bukur natyror dhe bimësinë e dendur, shkuret mesdhetare. Ajo çka ishte e bukur binte ndesh me ashpërsinë e bimësisë e egër që lindët e eritej sipas qehtit. Hapat e para të monumentit të ri e të gjelbër të Rivierës zën fill pra në vitin 1966. Atë vit udhëheqësi I paharuar I popullit shqiptar, Shoku Enver Hoxha, arkitekti I Shqipërisë re socialiste, kaloi nga bregu, ndali e ul dhe soditi natyrën e tij e dha porosit lapidare. Të shpyllzohen shkuret e të kthehej I gjithë bregdeti në një masiv madhështor agrumesh e ullinjsh. Riviera e Lulzuar mban vulën e Rinis. Firmën e saj mbajnë rreth 600.000 rënja grume e pemë të tjera frutore që veshin e pullzojnë Rivierën e Vlorës. Brezaret gjerdhani gjigant I Rivierës shqiptare mbeten një nga shfaqjet më të veçanta dhe më të bukura të bregut. Shqipja thotë, lumë si unë, Enveri del
tribuno. Si qenë brezaret, vinë dhe vallet, janë të kësaj natyre, i përkasin këtij mjedisi, shprehin atë pjesë të jetës etnografike të rrethit që ne quajmë arti koreografik popullor. Vlora përfshin disa zona etnografike, bregun, kurveleshin e poshtën, topalltin e kudhesin. Përmes valles, lëvizjeve dhe interpretimit të saj, vijnë edhe veshjet, ky dekor dhe element kaq i spikatur jetës etnografike. Burrat mbajnë veshje me shajak leshi, me tirqe. Tek gratë shohim fustanin e gjatë. Shqipja thotë, lumë si uno, që linda to, tilo buro, që linda. Dhe tani le të ecim në atë çka e quajmë shfaqje e dytë e bregut. Është një dukuri që ja ka falur vetë natyrë. Bregu i detit vjen si një nga mjediset më të mëdha e më të rëndësishme turistike të Shqipërisë. Zbritëm kështu aty ku deti e vija shkëmbore formojnë bregun shkëmbor të Jonit. Qysh në fillim po japim një kuriozitet. Bregu i detit është zona më ngrohtë e Shqipërisë. Diellëzimi arrin në 2500 orë dhe numri i ditëve me diell në 332 ditë. Studiosit tanë të natyrës shqiptare nuk e teprojnë kur njësojnë rivjerën me një permi. Pra, me shkëlqim e plot ngjyra, me bukuritë të jashtëzakonshme, shfaqet bregu i detit. Rivira e Vlorës që nis tek uji i ftohtë përfundon në kufit e Himarës me Borshin, është i gjithë vendi i përshtatshëm për pushime banjë. Nisim me gjirin e Spiles, një nga më të mëdhenjt e më të bukurit e bregdetit të Jonit. Qëndron në formën e një patkoj të madh midis kepit të Mësunit dhe e Halis, hyn deri në 600 metra në thellësi të tokës. Në këtë gjë pra ndodhet Himara, qyteti i dytë i rrethit të Vlorës dhe një nga qendrat turistike të rivjerës shqiptare. Ky është plazhi i madhësallor i Spiles, i mbrojtur për bukuri nga errët. Natyra, vendit i ka falur bukuritë e saj. Ja kanjoni i Gjipes që për natyrën piktoreske është një nga më të rallat e bregut. Ndërsa zbrisnim drejt qendrës së dy turistike, ndalem në Vuno. Fshati i vendosur në një balkon natyror prej nga duket mirë bregu e deti, deri tej në horizont. Sipër mbi një brinj, shtëpia muze Vëllezër Venushi. Vunoj është vendlindja e Gogonushit, njërit prej udhëheqësve të Partisë së Punës të Shqipërisë, por edhe të heronjve të popullit Kozmanushi, Zaho Koka e Lambro Andoni. Jo më largë se 2 kilometra nga Vunoj, vizitorëve u shfaqet një nga gjiret më piktoreske të rivjerës shqiptare, Jali i Vunojit. Pika turistike është qendra më e pushimit në të gjithë bregun, e ngritur në një harmoni të përpikt me natyrën.
nuk do të kishte penë e penel t'i jap me atë forcë që ka dhënë natyra bukurinë e kontrasteve të këtij vendi. Me formën në trajtën e një këndi të drejtë që futet 500 metra në thellësi të tokës, formon një nga plazhet më të bukura të vendit. Këtu plazh, më tej plazh, e gjithë bregu është një plazh i madh shkëmbor. Për Dërmiun fjalët janë të tepërta. Ai qëndron poshtë vunojt në një nga brigjet vërtet të pazakonta të bregut. Vinë pushues nga çdo kënd i Shqipërisë, rreth 900 në vit. Natyra i vjen për shtat ndërtimeve dhe arkitektura e ndërtimit plotëson natyrën. Ndërsa ndjekim vijën bregdetare, në veri të Dërmiut midis kepit të Gjuhësës dhe kepit të Gallavecit, një shpellë bregdetare thyen përfundimisht natyrën e çrregullt të bregut. Përfaqëson një nga dukuritë më të bukura të natyrës shqiptare. Është vepër e kryerjeve të detit, një shpellë në formën e një tuneli 30 metra të gjatë e 10 deri 15 metra të lartë. Sipas historisë, emri i mbeti prej detarit të njohur Haxhi Alia, që e përdori për një kohë të gjatë si vend strehimin e tij. Si vend natyror, ai shquhen për format mjeshtrore të stalagmiteve e stalaktiteve që ka skalitur në të dora e natyrës. Me detin dhe pasurinë e madhe të tij, peshkun, është lidhur peshkimi. Peshkimi dhe industria e përpunimit të tij. Kjo është fabrika e konservave Ernest Telman në Vlorë. Midis mbresave që të lë ky mjedis i rrallë i natyrës, të paharuara mbeten pamjet që shpalos llogaraja piktoreske. Një qafë e lartë, 1027 metra, në për të cilën kalon rruga Vlorë-Sarand, lidh luginën e Dukatit dhe Vlorën me bregdetin e Himarës. Midis pishave dhe bredhave në lartësinë 750 deri 800 metra ngrihet qendra kombëtare klimaterike e turistike e Llogaras. Natyrë, njerëz, jetë. Çdo njeri ka një ëndër, një dëshirë. Të gjitha ato formojnë episodin turistik të Llogaras. Shkëputëm një motiv. Natyra jo e zakonshme, artit i çelërruk. Krijimi i një portreti këtu merr tjetër vlerë. Ja dhe një motiv i dytë. Pishat shekullore e midis tyre qendra e pushimit të punonjësve.
Historikisht, qafa e Llogaras është përmendur për pozitën e rëndësishme strategjike, si i vetmi kalim toksor nga bregu i Jonit në bregun e Adriatikut. Në lashtësi, kalonin rrugë mësorësh e karvanesh. Kur zbarkoi në palas në vitin 48 para erës re, Jul Cezari kaloi me ushtrinë e tij përmes kësaj qafe, pushtoi Orikun dhe dëboi ushtritë e Pompeut. Po i afrohemi Orikumit të ri, qytetit të tretë të rrethit të Vlorës, qysh nga viti 1961. Pranë pjesës së re të qytetit mbi këtë kodër të njohur me emrin Paleokastër, ndodhen rënojat e qytetit antik Oriku. Nisim kështu të shfletojmë historinë më të ershme të Vlorës. Qyteti u themelua në shekullin e 6 para erës re në trojet e fisit i lirë të amantëve nga Eubeasit. Objektet që shihni i përkasin kulturës dhe qytetërimit të Orikut të lashtë. Autorët antik e përmendin si port i rëndësishëm i Adriatikut. Nga rënojat antike të Orikut, më i rëndësishmi është ky teatër për 500 spektatorë. U zbulua në vitin 1959 dhe si ndërtim i takon shekullit të parë para erës së re. Orikumi në fjalorin e popullit njihet edhe me një emër të dytë. I përket periudhës së mesjetës kur ky vend i pushtuar prej perandorisë osmane, ju ndrua emri e u quajt Pashaliman. Por le të ecim më tej në lashtësinë e këtyre trojeve. Një nga qytetet i lire të antikitetit, më të njohura për qytetërimin e vet, ishte Amantia. U ngrit mbi majën e kësaj kodre të fshatit Ploç, aty nga fundi i shekullit të 5. Ja dhe objektet e zbuluara këtu, dëshmi e zhvillimit të artit e kulturës amantase. Stadiumi mbetet vepra ndërtimore më e rëndësishme. U ndërtua në shekullin e 2 para erës së re si një stadium i madh me rreth 3000 vende. Qytetarët i lirë e donin sportin. Këtu zhvilloheshin garat e vrapimit, pesgarshit, mundjet dhe grushti. Amantët zotronin një pikë të rëndësishme strategjike. Nga rënojat e qytetit hapet një panoramë gjere mjedisit natyror. Syri ka hapësirat drejtej në horizont, aty ku shtrihen fushat e begata të myzeqesë së Vlorës, me rëndësishmja dhe me madhja në të gjithë rrethin. Vlora, vendi i brezarëve me agrume, ullinje vreshta, në fush kultivon grurin, lulediellin, duhanin e mistrin. Bujësia e cënë mbarë. Janë ndonjë episod. Kur flitet për risilin, vlonjatëve i kujtojnë 2 ngjarje. E para nismë 11 dhjetor të vitit 1946, kur buqërit bashkuan tokat e pendet e qeve e krijuan të parën kooperativ të rrethit të Vlorës. Ngjarja e dytë i përket vitit 1970, kur u krijua kooperativa e tipit të lartë Novosel Risili. Udhëtojmë në pjesën perëndimore të myzeqesë së Vlorës. Pusi i Mezinit, udhëtarëve u tregon rrugën drejt lagunës së Nartës. Shfaqet si një nga lagunat më të mëdha të vendit, me sipërfaqe të përgjithshme 48 km². Në 1/3 e sipërfaqes së saj, ngrihet sot kriporja më e madhe e vendit. Prodhimi i kripës në Bregdetin shqiptar njihet qysh në kohrat më të lashta. Ishin të dëgjuara kriporët e Vlorës, të Durrësit, Butrintit, Kavajës dhe të Lezhës. Prej Vlorës
dhe Durrësit, Kripa në atë kohë tregtoi nëpërmjet rrugëve detare deri në Venedik e në Evropën lindore, edhe në rrugët toksore në Kosovë e në viset e tjera të Ballkanit. Narta, qendër e fshatit të bashkuar me rreth 6300 banorë. Është vendi i Kripës dhe i Verës. Madje do të shtonim se edhe për Verën është aq e dëgjuar. Nuk është rasti të parë që edhe drejtimi kryesor në bujqësi është vreshtaria. Këtu ngrihet punishtja e njohur për prodhimin e verës me cilësi të lartë. Dalëm edhe në fshatin e ri të Akërnis. Deshëm të njohim me të se ajo ngrit në tokat e bonifikuara ku ish gjoli i Nartës. Popullimi nisi në vitin 1976 kur u ngrit ndërmarrja bujqësore e Akërnis. Në atë kohë u mbollën 17 hektarë të parë të tokës. Pas shkripëzimit në vitin 1982, u mbollën 2000 hektarë e kësaj nga 200 punëtorë në vitin 1976, sot numërohen rreth 2500 punëtorë. Mjedisi gjeografik që po përshkojmë është Shushica, 56 kilometra e gjatë. Lugina më e rëndësishme në rrethin e Vlorës dhe zona kryesore në prodhimin bujqësor të rrethit. Këtu mbillen dritrat, luletdielli, duhani, por edhe në vreshtari banorët janë të dëgjuar. Po tjetër, ngjarjet e historisë vinë e shfaqen sikur të kenë ndodhur dje. Fushat e kodrat e Shushicës, çdo shtëpi e fshat, jo vetëm kanë parë, e kanë dëgjuar, por kanë qenë edhe arenë ngjarjeve të mëdha të historisë. Në rrjedhën e sipërme të Shushicës, mbi një brinjë qëndron Kuçi. Banorët e saj qysherët profesion të parë kanë pasur blegtorinë. Edhe sot Kuçi ka drejtim rritjen e mbarështrimin e bagëtive timta. Kuçiotët i duan bagëtit e për to kujdesin e kanë të veçantë. Po në histori, qysh në vitet 30 të shekullit të 19, Kuçi u bë i njohur me Zenel Gjolekën, udhëheqësi i kryengritjes fshatare të Tanzimatit, dhe Myslym Gjoleka, luftëtar i lidhjes së Prizrenit. Të dy bi Kuçiot. Por më i njohur, ai u bë në vitet e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Ata i dhanë epopesë së madhe 57 dëshmorë, prej të cilëve 4 heronj të popullit. Epoka joni përjetësoi. Për to ngriti monumente, vepra arti. Të nisim me më të thjeshtat. Qafa e Koçiut, kodrat përreth të veshura me ullinj, i qëndrojnë si një kuror Vlorës heroike. Një lapidar, një ngjarje, një episod. Vinë
e gjemojnë thirrjet e fitoreve të luftëtarëve të Saddam Husajit, heroj të popullit, që mbetin në betejën e ashpër të qafës Koçillit. Historia e vitit 1920 gjallërohet e merjet, flet, u tregon brezave për atë luftë të përgjakshme të njohur si lufta e Vlorës. Kënga thot: "Ç'është kështu që dëgjojmë? Bëhet dyfek në Vlorë, shqiptarët po luftojnë me një mbret 40 milion." Ishte një fitore e madhe e popullit shqiptar që i dha fund si të pavlefshme traktatit të fshehtë të Londrës. Le të zbresim poshtë qafës Koçillit, aty në Shushicë. Prej së largu mbilum shquan ura historike dhe monumenti përjetësuesi ngjarjeve të Drashovicës. Drashovica u ndes flak. Vepra skulpturore kushtuar kësaj ngjarje u prorua në vitin 1980 në bregun e lumit Shushicë. Pjesa e parë është grupi skulpturor në broncë, 5 metra i lartë, e paraqet të dy epokat, luftën e Vlorës dhe luftën antifashiste nacional çlirimtare. Në pjesën e dytë, si sfond e dekor, ngrihet harku prej betonit 13 metra i lartë. Emblema e flamurit në krye të harkut dhe në të dy krahët nga një relief. Përsëri dy ngjarje, 1920 dhe 1943. Konceptimi monumental i veprës vjen përmes sintezës arkitekturës, skulpturës, me gjutë qartë plastike, me tiparet e heronjve dhe karakteristikat e tyre individuale. Zgjidhja ideo-artistike pasuron e zhvillon më tej skulpturën monumentale shqiptare. Le të shfletojmë faqe nga historia e të kujtojmë disa nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës nacional çlirimtare. Kjo shtëpimuse qëndron në lagjen e njohur Partizani si simboli ngjarjeve të rëndësishme. Këtu u krijua celula e parë e Partisë Komuniste për Vlorën dhe Komiteti Qarkor i Partisë, në krye të cilit qëndronte Hysni Kapo, biri i denj i popullit të Vlorës. Kujtojmë 9 marsin e vitit 1943, kur ky shesh, dikur sheshi i prefekturës, buqiste nga demonstrata e bukës. Çdo portë, çdo rrugicë e çdo vend me mbishkrim sjell gjëmimin e historisë. Nga këto porta dilnin ilegalët, atentatorët. U shpeshtuan demonstratat, aksionet, përleshjet me armë, u krijuan çeta e batalione me djemtë e vajzat e popullit. Vetëm nga lagja e Partizani dolën 250 djemë e vajza, prej të cilëve 65 ranë dëshmorë. Erdhëm këtu në Tragjas dhe kujtojmë atë ngjarje që përjetëson ky vend. Është fjala për majin e vitit 1943, kur shoku Enver Hoxha bashkë me shokun Hysni Kapo u dogji përfundimisht letrat fraksionistëve. Populli i Tragjasit i mbledhur në sheshin e fshatit Brohoriste, ndërsa shoku Enver shpartallonte veprimtarin antipartit armikut Sadik Premte. Po Bramyshnia, ç'na kujton? Mbi atar të thjesht që tani ka hyrë në këngën e histori, është ngritur ky lapidar. Djemtë e vajzat më të mirë të Vlorës e të Labërisë, ish partizanët e çetës Plak të Vlorës e të shumë njësive të tjera, në janar të vitit 1944 formuan brigadën e 5 sulmuese. Çdo përvjetor, Bramyshnia rrethohet me flamuj të kuq e pret vizitor plot këngë zëra gazmor. Në përvjetorin e 40 të saj, midis ish partizanëve e partizanëve që luftuan heroikisht në radhë të saj, vjen shoku Ramiz Alia.
Në shesh jon përshëndetje e shokut Enver Hoxha. Brigata 5 sulmuese, një nga formacionet e mëdha historike të ushtrisë nacional çlirimtare, u mbulua me lavdinë të gjitha luftrat që zhvilloi kundër pushtuesve të huaj e forcave tradhtare vendase në krahinën e Vlorës, Kurveleshit, të Gjirokastrës, të Shqipërisë së Mesme e të Veriut. Nga Bramyshnja hidhemi këtu në Tërbaç, në vendlindjen e udhëheqësit të shquar të partisë shokut Hysni Kapo. Kjo është shtëpia e tij, sot shtëpi muze. Vlora heroike e partisë e përjetësoi Hysni Kapo në radhën e herojëve të saj si një nga figurat më të shquara të epopesë së luftës antifashiste nacional çlirimtare dhe të veprës madhore të ndërtimit socialist. Monumenti derdhet në broncë 7 metra e 30 centimetra i lartë, në vendin më të dukshëm të sheshit Hysni Kapo. Përgjatë vijës bregdetare të rrethit të Vlorës, gjiri i Vlorës është më i veçanti, më i mbrojturi i bregdetit të Adriatikut. Ndodhet ndërmjet Gadishullit të Karabrunit dhe kepit të 3 porteve, me gjerësi prej rreth 9,5 kilometra. Në hyrje të tij shfaqet ishulli i Sazanit. Mbi këtë gjë, në pjesën e tij më të bukur, aty ku kodrat me gjelbrimin shekullor të ullinjve marrin formën e një amfiteatri, ngrihet qyteti heroj Vlorës. Çdo pikë e kërkuar prej kodrave i jep Vlorës pamjen e bukur të një qyteti bregdetar. Le të ecim nëpër këtë qytet plot histori dhe ngjarje. Vlora, qendra administrative e rrethit, numëron një popullsi rreth 64.100 banor, duke zënë vendin e 5 pas Shkodrës. Siç thuhet sot, shekujt mezi e kishin krijuar Vlorën me rreth 9.000 banor, ndërsa më shumë se kaq, sot ka vetëm një lagje e qytetit. Në lështësi, Vlora njihej me emrin Aulona. Ishte nyje e rëndësishme e rrugëve detare toksore dhe dëgjuar për verën, ullint dhe kripën, ndaj u bë porti kryesor i Ilirisë pas rënies së Apolonisë dhe Orikut. Mesjeta e qytetit u lidh me kështjellën e Kaninës, që e vijoi jetën si kështjellë e qytet mesjetar. Në brendësi të qytetit, objektet ndërtimore dëshmojnë për lulëzimin e Vlorës në epoka të ndryshme të jetës. Ja, xhamia e Muradijes, vepër e arkitekt Sinanit, mjeshtër i madh i ndërtimeve arkitektonike. Sipas një mbishkrimi i përket vitit 1542. Për vlera veçohen dritaret dhe teknika e lartë e ndërtimit, por veçanërisht dekoracioni i zbatuar dhe me elemente të tjerë arkitektonik. Për vizitorët, xhamia e Muradijes është muzeu i arkitekturës së rrethit.
Dërsa ecim mbi zonën industriale të Vlorës, kujtojmë se është një nga qendrat më të fuqishme industriale të vendit. Shfaqet si një qytet më vete e prape deri teje afër kodrave piktoreske të tre porteve. Selenica, qytet i klasës punëtore, vendi i hershëm i minierave të Serës. Themi i hershëm se Sera e Selenicës ka histori 2400 vjeçare qysh nga Aristoteli, që e përmendi i pari. Ajo është shfrytëzua gjatë, kaloi në për 24 shekuj, derisa erdhi në vitin 1945 të kohës sonë. Këtu nisi jeta e vërtetë e saj. 350 punëtor si kaloi kur Selenica më parë. Sot ajo numëron rreth 1300. Një inxhinier i vetëm në kohën tonë ju shtuan 30. Miniera u rrit si vetë jeta, dhe Selenica u formua si qytet me rreth 6200 banor. Prodhimi është 6 fishuar. Nuk prodhon vetëm bitum, por edhe zhavor bituminoz. Fabrika e pasurimit të zhavorit bituminoz është më e reja e do të përpunojë 100.000 tonë në vit. Kthehemi përsëri në qytetin e Vlorës dhe nisim me uzinën e sodës dhe të PVC-s, një nga uzinat më të rëndësishme të vendit. Prodhon sodë kalcinuar për industrinë e qelqit dhe të sodës kaustike për industrinë e sapunit. Kjo është fabrika ku prodhohet kloruri i polivinilit. Rëshirat e prodhuara janë materiale gjysmë industriale për fabrikat e plastikës në Durrës dhe Lushnjë dhe për fabrikën e telave e kablove elektrike në Shkodër. Një fabrikë tjetër, ajo e llampave elektrike. U ngrit në vitin 1969, ndërsa në gjithë vendin zgjende aksioni për elektrifikimin e gjithë fshatrave të vendit. Fabrika zbaton teknologji të nivelit bashkohor, e prodhon llampa elektrike inkandishente dhe luminishente me tensione dhe fuqi të ndryshme, drosela, strater dhe llampa për automjete. Dhe së fundi, po përmendim fabrikën e Çimentos Vladimir Iliç Lenin, ndërmarrje heroine e punës socialiste. U njohi me të si fabrika e parë ngritur pas çlirimit për prodhimin e çimentos të markës 400, si dhe të çimentos speciale për puset e naftës. Vlora është qendër e rëndësishme kulturore e rrethit. Qyteti ka teatrin dhe estradën profesioniste, teatrin e kukullave, grupin karakteristik të këngës vlonjate, ansamblin e këngëve dhe të valleve Labëria. Ky është grupi i këngëtarëve dhe valltarëve të ansamblit Labëria. Çfarë po ndjekim? Objekti ynë është njihemi me këngën popullore vlonjate të përmendur në qytetin e Vlorës.
Po arsimi, a i vjen dhe shfaqet i gjere cilësor në këtë qytet e rreth me tradita arsimore. Qysh në vitin 1924, qeli dyert e u bë e njohur shkolla tregtare e Vlorës. Ishte një nga qerdhe televizjes patriotike e revolucionare të rrethit. Muzeu flet për nxënësit e saj, për ata që përqafuan idet revolucionare të Alim Xhelos e i hapën rrugë depërtimit të literaturës demokratike të kohës dhe shtypit të ndaluar revolucionar. Nxënësit e kësaj shkolle sabotuan masat për fashistizimin e shkollës. Me krijimin e Partisë Komuniste Shqiptare, veprimtaria e tyre mori karakter të organizuar. $229 nxënës e nxënëse u hodhën me armë në dorë për çlirimin e atë dheut e prej tyre 40 ranë dëshmor, 7 heronj të popullit. Shkolla, si të thuash, u ndes flak dhe në vitin 1943 u mbyll. U rihap përsëri në vitin 1945. Po ecim në për një nga institucionet e larta të rrethit. Në Vlorë ngrihet shkolla e lartë e oficerëve të flotës luftarake detare Hysni Kapo. Është e vetmja e këtij lloji në vendin tonë që edukon dhe përgatit oficerë për të drejtuar anijet luftarake tregtare të peshkimit dhe për të përdorur armët e teknikën luftarake sipas kërkesave të artit ushtarak të luftës popullore. Ky është një institucion tjetër i lartë mësimor ushtarak. Shkolla e lartë e aviacionit. Përgatit pilot, teknik avioni dhe kuadro të lartë të aviacionit të ushtrisë popullore të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ecim në për Vlorë e shohim shtrirjen e këtij qyteti. Një rrugë e re është hapur në veri të qytetit që të sjell në qendrën e pazarit të dikurshëm. Vlora po i afrohet bregut të detit me rrugë të gjera e ndërtime ku spikat arkitektura e re e kohës edhe elementet ndërtimor të traditës. Kodra mbi qytet është një nga pikat më të rëndësishme për qytetin.
Jo vetëm vlonjatët, por edhe vizitorë të zakonshëm, pushues që vinë në Vlorë, kokën e lirë e kalojnë në mjediset e bukura të kësaj kodre. Nga pika e lartë mbi kodrën e qytetit shfaqet një nga këndet e bukura të Vlorës. Në këtë mjedis të zgjedhur me një arkitekturë të thjeshtë, është vendosur busti i herojit të popullit Avni Rustemi. Ai nderohet e do të nderohet në breza nga vlonjatët, pse përveç të tjerave, këtu në Vlorë ai zhvilloi veprimtari revolucionare, si udhëheqës i organizatës demokratike Bashkimi. Vlora është një nga qytetet më të gjelbëruara të vendit. E gjelbëruar është qyteti, të gjelbëruara janë rrugët, e i gjelbërt është bregdeti i Vlorës, që të gjitha së bashku formojnë një sipërfaqe mbi 500.000 metra katror gjelbërim. Dhe një fakt tjetër. Vlora është vendlindja e lulishtes shqiptare. U krijua pas shpalljes së pavarësisë këtu atëre edhe 2500 metra katror, ndërsa sot përfaqëson parkun qendror të Vlorës. Edhe sot i gjejmë këtu bimët dekorative 70 vjeçare, si pisha e but, palmat Feniks e të tjera. Portreti i Vlorës është mjaft i gjerë. Çdo kënd i qytetit bregdetar do të ishte një piknisje për të dhënë një episod, një jetë. Dhe tani le të ndalemi në pjesën bregdetare të qytetit të Vlorës. I gjithë bregu laget prej ujrave të Adriatikut dhe, si të thuash, është pjesa e fundit ku ai lë vendin Joni të thellë e të kaltër. Është një nga bregdetet e qendrat më të mëdha kombëtare për pushimin e punojësve. Nisim nga uji i ftohtë, vendi i burimeve të ftohta bregdetare dhe nëndetare. Në bregdetin lindor të Gjirit të Vlorës, ndodhet 4,5 km në jug të qytetit. Zona përreth burimeve është një nga pikat turistike më të bukura të vendit, me hotele, lokale e shtëpi pushimi. Shtëpia e pushimit ngrihet mbi këtë pjesë shkëmbore, aty ku nis e fillon bregdeti i Jonit. Pushuesit le t'i quajmë edhe vizitor. Ata janë rreth 230 vetë që kalojnë çdo turn në sezonin e bukur të verës. Në stinën e verës, ditët në Vlorë ruajnë një poezi të veçantë. Pushuesit shijojnë mëngjesin e bardhë, mesditën e nxehtë me ujin plot freski edhe mbrëmjet e qeta, shijojnë reflekset e muskut mbi det. Plazhi i ri me ujin e ftohtë vjen në një vend të bukur e të gjelbëruar, rreth plantacioneve me agrume. Mjedisi përreth, një pikë dominuese, prej nga mund të soditësh detin dhe bregun ranor të Adriatikut. Në këtë hapësirë pra zgjaten dy plazhet kombëtare të Vlorës, plazhi i vjetër dhe plazhi i ri.
me rërtimet, gjerësi të shfrytzueshme 30 deri 50 metra, vjen gjithmonë me një rritje graduale. Këtu ngrihet edhe kampi pionerëve të Enverit. Plazhet, bregdeti, me një pamje të rallë natyrore, brezaret radh-radh të agrumeve e ullinjve japin Vlorës, qytet hero, vlerat e një vendi të bukur turistik e historik, të pëlqyeshëm e të preferuar në çdo stinë e në çdo kohë të vitit.